shtypin lejt me gishta. Mes të qeshurave të fëmijëve, ngjyrave të shumta dhe aromës së luleve të mbjedha me dashuri, në zemër të Gjuhadolit ka nisur aktiviteti 4 ditor ndryshe, një nisëm që ndërthua argëtimin, kreativitetin dhe sensibilizimin për një kaos sociale. Fëmijë të shumt ju bashkuan ditës së parë të aktivitetit, ku përmes lojës dhe kuriozitetit mësuan të mbjellin lule, të pikturojnë vazot e tyre dhe të kalojnë kohë në kontakt me natyrën, larg telefonave dhe teknologjisë. Piktoria Noena Nikoli u shpreh se elementi më i bukur i kësaj nisme është bashkimi i qytetarëve, prindërve dhe fëmijëve për një kaos që ka në qendër mbështetjen dhe dashurinë njerëzore. Fondet e mbledhura nga pjesëmarrja në aktivitet do të shkojnë për terapitë e fëmijëve me spektrin e autizmit. Iniciativa që në fillimet e saj ka qenë diçka pozitive, që na bën mundi njerëz të disponueshëm, është shumë e rëndësishme me kanë qytetar të disponueshëm. Siç Josefina ka vënë në dispozicion oborrin e shtëpisë vet, domethënë në një mënyrë krejt miqësore dhe shumë mikpritëse për me zhvillu këtë aktivitet për fëmijët. Njësoj disponibiliteti qytetaria vihet re edhe të gjithë pjesët e tjerë e prindve që kanë pru fëmijët, e miqve që na kanë ndihmu për me bë këtë gjë, e njerëzve që kanë pru dhe unë pastër falas, ato që kanë sjell vazot, dikush që ka shbë donator i luleve e tjerë me radhë. Fakti që në një qytet që gjithmonë ka kanë bashkëpunues për artin, kjo gjë i lidh njerëz të ndryshëm me atributet të ndryshme në jetën e tyre, me u bë bashkë dhe me bë diçka aq thjesht, aq të bukur, por që në fundit, në momentin që të konkludohet, ka me kanë shumë pozitive. Sepse disa fëmijë që kanë me pas një nevojë për me kryer një terapi, kanë ju mundësu nga ky aktivitet. Ndërkohë, Josefina Delia, e cila ka vënë në dispozicion oborrin e shtëpisë së saj për zhvillimin e aktivitetit, thotë se kjo është një mënyrë për t'i rikthyer fëmijët tek loja e vërtet. Komunikimi me natyrën, aty ku edhe balta, ngjyrat dhe lulet bëhen pjesë e një rritjeje të shëndetshme. Atëherë, siç e shihni, oborri sot është i mbushur plot me fëmijë. Kemi startuar ditën e parë të aktivitetit ndryshe dhe është faza e dytë e këtij aktiviteti. Është një mundësi e mirë që fëmijët më mbledh dhe me bë diçka fëmijët, me vu pra fëmijët para fëmijëve dhe fëmijët me bë diçka për fëmijët e tjerë. Përveç kësaj, përveç kontributit që ne i japim fondacionit, ne mundna që një orë këto fëmijë të kalojnë në oborre. Jo më kot është ideja e oborrit, por me kru atë nostalgjinë e fëmijës tonë që diku ne kena lujt në për oborre, ne kena pas një fëmijë kaq të bukur larg teknologjisë, larg kompjuterave, një fëmijë me baçe, me oborr, me dhe, me lule, pra me dur të pista, por që kanë shumë kujtime dhe shumë nostalgji. Kjo ishte tani ideja që ne kena mbledhur sot fëmijë. Aktiviteti ndryshe do të vijojë edhe në ditët në vazhdim, ndërsa organizatorët kanë ftuar të gjithë prindrit që të bëhen pjesë së bashku me fëmijët e tyre në këtë eksperiencë të veçantë, ku arti, argëtimi dhe ndjeshmëria sociale bashkohen në një atmosferë plot jetë dhe pozitivitet.